Kjo e hënë duket se ka shënuar edhe fillimin e trafikut të rënduar të qarkullimit të automjeteve në hyrje të qytetit të Shkodrës në këtë fundvit, konkretisht për automjetet që vijnë nga Malësia Madhe, siç e tregojnë dhe filmimet realizuara në segmentin kryesor hyrës pranë varrezave Komane. Trafiku i automjeteve në pritje shtrihet deri pranë rreth rrotullimit të monumentit të 5 heronjve të Vigut në Dobraç. Hapja rrugës nga Yjsellsi për shtrimin e tubacioneve është një nga shkaqet kryesore të këtij problemi, por një tjetër shkak mbetet edhe rreth rrotullimin e hyrje të qytetit në zonën e Rusit, ku bashkohen 5 rrugë të drejtimeve të ndryshme. Drejtuesve të automjeteve është dashur të presin disa minuta pasi qarkullimi normal ishte i pamundur, edhe pse për hir të së vërtetës në këtë pikë ishte e pranishëm me inspektori i policisë rrugore. Ai kishte të pamundur të normalizonte trafikun pasi numri i automjeteve që kërkonin të hynin në qytet ishte i lartë. Përveç automjeteve nga Malësia Madhe dhe të emigrantëve, janë edhe ato që hyjnë nga hani i Hotit për të vijuar drejt qyteteve të ndryshme të vendit, ndërkohë që bypassi i Shkodrës funksionon normalisht. Tendenca e drejtuesve mbetet ende kalimi mes për mes qytetit. Situata paraqitet gjithnjë më shqetësuese ndaj Bashkia e Shkodrës ka detyrimin që t'i kërkojë firmës që ka realizuar punimet në Yjsellës të asfaltojë sa më shpejt rrugën e hapur, si dhe të përfundojë rreth rrotullimit në Rus, i cili prej disa muajsh mbetet i hapur. Ky shqetësim është ngritur edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak 3 ditë më parë, me kërkesën që punimet të përshpejtohen dhe trafiku i automjeteve të normalizohet sa më parë.